Sistemi grek I transmetimit të gazit natyror është tashmë plotësisht I përgatitur për të pranuar dhe transmetuar dyfishin e sasisë aktuale të gazit nga Azerbajxhani drejt Europës, pasi dega kryesore e gazsjellësit Trans-Adriatik kalon përmes territorit grek. Operatori grek I rrjetit DESFA ka përfunduar projektet për përmirësimin dhe forcimin e infrastrukturës kombëtare, ndërsa pritet që seanca plenare e autoritetit rregullator kombëtar të gazit të miratojë certifikimin përkatës. Ky hap do të shtrojë rrugën zyrtarisht dyfishimit të kapacitetit të TAP nga 10 miliard metra kub në 20 miliard metra kub gaz në vit. Zgjerimi vjen në një moment kyç për Europën që po përpiqet të zëvendësojë burimet ruse të energjisë përpara vitit 2027. Ky rol tashmë është forcuar nga kapacitetet e gazit të lëngshëm në terminalin Revithusa dhe në njësinë Aleksandropolis. Në të ardhmen Greqia pritet të luajë një rol kyç edhe në degëzimin e gazit drejt Ballkanit Perëndimor dhe vendeve të Europës Lindore përmes korridorëve të rinj energjetik. Me fillimin e funksionimit të korridorit vertikal, pritet që gazi I lëngshëm nga të dy terminalet të arrijë deri në Ukrainë, duke forcuar më tej sigurinë energjetike në një rajon të goditur nga konflikti dhe pasiguritë. Sipas të dhënave të fundit të publikuara nga DESFA për periudhën janar-shtator, ngarkesat me gaz të lëngshëm nga Revithusa janë më shumë se dyfishuar, ndërsa eksportet janë rritur ndjeshëm nga vetëm 0.66 teravator vitin e kaluar në 5.06 teravator këtë vit. Ekspertët vlerësojnë se investimet në infrastrukturën energjetike greke do të ndikojnë pozitivisht edhe në stabilitetin ekonomik dhe gjeopolitik të rajonit.